إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد falenderojmë Allahun e lartësuar, e lavdërojmë dhe madhërojmë atë, e njërkohësisht e lutim që të na ruaj dhe të na mbrojë nga veset dhe gabimet tona. Atë që Allahu e udhëzoi në rrugën e drejtë, askush nuk mund ta humbë prej saj përveç tij, dhe atë që Allahu e humbi nga rruga e drejtë, askush nuk ka mundësi ta udhëzojë në të përveç tij. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, i cili është Zoti i vetëm, nuk ka të barabartë dhe as të ngjashëm me të. Ai nuk ka nevojë për ndihmëtar dhe as për ortak. Ai nuk ka birë dhe as bashorte. Gjithashtu dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob i Allahut, pra njeri si të tërë njerëzit e tjerë. Nuk ishte mbi njerëzor dhe as nuk ishte cilësi apo veçori që i përkasin vetëm Zotit të madhëruar. Por Allahu i lartësuar e veçoi dhe e dalloi, e ngriti dhe e përzgjodhi nga njerëzit e tjerë, me amanetin që i ngarkoi dhe që ishte përcjellja e mesazhit mbar njerëzimit. Prandaj e lutim Allahun e lartësuar që salavatet dhe selamet e tij, falet, mirësitë, lavdërimet dhe bekimet e tij të jenë për profetin ton Muhammed, familjen dhe sahabët, shokët e profetit, por edhe për të gjithë besimtarët e tjerë musliman deri në fund e në vijim. Në disa ajete kuranore, por edhe në disa hadithe profetike, i tregohet njerëzimit për një moment apo për një situatë, gjendje të vështirë për ata të cilët e neglizhuan atë, edhe të lehtë për ata që e kujtuan, u përgatitën dhe Allahu a lehtësoi. Dhe kjo situatë, kjo gjendje, ky fragment është qëndrimi dhe paraqitja e njeriut përpara krijuesit të tij në një ditë të madhe, të gjatë, të vështirë, ku secili do të shohë edhe do të njihet përfundimisht se ai ishte prej fatlumve apo prej të mirëve. Atë ditë ku njeriu do të jetë i vetëm, sado i fuqishëm, sado i pushtetshëm, sado i pasur apo i famshëm të ketë qenë ai në dynja, asgjë prej këtyre nuk vlen atë ditë, illa men ata Allah bi qalbin selim, përveç atij që i erdhi Allahut me zemër të mirë. Allahu i lartësuar në Kur'an thot: "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim, yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin." A nuk përmendojnë, a nuk përkujtojnë ata se një ditë do të ringjallen, në një ditë të madhe, adhim,
ditën kur do të dalin përpara Zotit të tyre. Nga i pari e deri te i fundit nga njerëzit, miliarda e miliarda, që të gjithë do të paraqiten para krijuesit të tyre. Askush nuk do të ketë mundësi të fshihet, të largohet, të shpëtojë nga kjo paraqitje madhështore. Thot profeti alayhi salatu wassalam në hadithe të ndryshme të tij, sa ajo është dita ku njeriu do të pyetet për çdo gjë, për rininë e tij, për jetën e tij, për pasurinë e tij, për veprat dhe fjalët e tij. Yawma idhin la yakhfa minkum khafiya. Yawma idhin tu'radun la takhfa minkum khafiya. E atë ditë kur ju do të paraqiteni, do të dilni nga varret, Allahu do të ringjall përsëri robërit e tij, siç i krijoi pa pasur për ta model më parë, dhe as e dyta nuk është më e lehtë se e para, dhe as e para më e rëndë se e dyta. Të gjithë do të paraqiten para Allahut, dhe asgjë e tyre nuk do të fshihet, asnjë fjalë, asnjë vepër, asnjë angazhim, asnjë çast nga jeta e tyre nuk do të jetë i fshehur, i panjohur për Allahun e lartësuar. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, waqifuhum innahum mas'ulun. Ndalojni, se ata do të merren në pyetje. Do të pyeten ata të cilët kanë adhuruar të tjerë krahas Allahut. Ata të cilët bën zullumin më të madh mbi tokë dhe që është idhujtaria apo mohimi i tij. Do të pyeten njerëzit për gjunahet e tyre. Ata të cilët me zullumin dhe korrupsionin e tyre që e mbulonin dhe e fshehnin dhe shpëtonin për shkak të pushtetit që kishin, atë ditë kjo gjë nuk do të fshihet. Atë ditë kjo gjë nuk do të mbulohet, por do të shqyrtohet dhe do të merren në llogari për të zullum në mënyrë të detajuar, në çdo imtësi të tij. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, në ditën kur njerëzit do të dalin përpara Zotit të tyre. Ditë gjatë, 50.000 vjet do të jetë dita e llogarisë, dita e gjykimit. 50.000 vjet njerëzit do të qëndrojnë në këtë ditë. Dhe për mëkatarët kjo është një ditë shumë e rëndë, shumë e gjatë, e vështirë. Do të mbulohen nga djersët e tyre. Do të shohin zjarrin e xhehenemit të ndezur fort. Do të shohin lloje të ndryshme të dënimit, një pjesë të cilës do ta përjetojnë dhe vetë. Djersët do t'u arrijnë deri në gojë për shkak të zullumit që kishin bërë në dynja. Por për besimtarët, për ata të cilët ju frikësuan Zotit të tyre në këtë botë, dhe nuk rendën, dhe nuk e lëshuan veten e tyre pas dëfrimeve mëkatare, mashtruese të jetës së kësaj bote, por e kujtuan këtë çast, ja kujtuan vetes të tyre këtë paraqitje para të gjithdijshmit, të plot pushtetshmit, të madhërishmit. Për të tillët do të jetë, siç thot profeti alayhi salatu wassalam në hadithin e tij, sa koha ndërmjet namazit të yles, drekës dhe atij të ikindis. Cila ditë? Ditë që është sa 50.000 vjet. Dhe në një moment të tillë, përpara argumenteve, fakteve të tilla, të cilat i përkasin të ardhmes, por janë aq të vërteta
janë aq të sigurta që do të ndodhin sa zërë sigur po ndodhin. Njeriu duhet të reflektojë. Duhet të reflektojë për raportin e tij me Allahun, para të cilit do të dalë, do të jap llogari, do të pyetet. Edhe s'do të ketë ndërmjet tij dhe Zotit përkthyes. Allahu do t'i flasë drejt për drejt robit të tij. Do ta marrë në llogari atë. Yawma idhin yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lahu wa khashi'at al-aswatu lir-rahmani fala tasma'u illa hamsa. Thot Allahu i lartësuar, atë ditë ata do të ndjekin thirrësin, një thirrës që do t'i thorazë, do të drejtojë te turm për të vendi i paraqitjes të Zotit i tyre. Do ta ndjekin që të gjithë, pa pasur mundësi askush të shmandet, të ikë, të fshihet, të shpëtojë, të mbulot, ja. Pa ju shmangur as pak ati, atë ditë ata do t'i ulin zërat përpara të gjithë mëshirshmit dhe nuk dëgjon vetë se për shpëritje. Miliarda njerëz, tërë njerëzimi, nga Ademi alayhi salam deri te i fundit, të gjithë të heshtur në të njëjtin vend, të grumbulluar, heshtje e madhe totale përpara madhështisë së të plot pushtetshmit, të gjithë mëshirshmit. Askush nuk mund të flasë pa lejen e tij. Askush nuk mund të veprojë pa lejen e tij. Dhe thot profeti alayhi salatu wassalam, nuk kanë dokënd për jush, vetë se Zoti Allahu do t'i flas atij, pa pasur ndërmjet tyre përkthyes. Dhe do të hedh njeriu vështrimin nga djathta e atij dhe nuk do të gjejë vetë se atë që ka vepruar në dynja. Do të hedh vështrimin nga e majta dhe nuk do të shohë, nuk do të gjejë vetë se atë që ka vepruar në dynja. Do të shohë përpara tij dhe përpara do të lë zjarrin e xhehenemit. Prandaj keni frikë dhe ruhuni nga zjarri, nga dënimi i tij, qoftë edhe me një pjesë gjysmë hurme. Pra përpiquni për çdo vepër të mirë. Mos e neglizhoni atë. Mos e shihni të rëndomt. Sado e vogël mund të jetë ajo sadaka, ajo fjalë, ajo bamirësi, ajo vepër e mirë, ato 2 rekate që mund të falësh e tjerë, ndoshta atë ditë mund të jenë shkak që të shpëtosh nga zjarri i xhehenemit. Dhe në ditën e Kiametit Allahu i lartësuar do të afrojë robin e tij besimtar. Në momentin kur është duke u bërë llogaria e tij, dhe do ta mbulojë atë nga njerëzit e tjerë që të mos e shohin dhe mos e dëgjojnë. Edhe do t'i përmend atij gjunahun që ka bërë. O robi im, a mban mend këtë gjunah? Po, do të thotë robi, atë ditë nuk mund t'i mohosh dot gjunafet. Ndoshta njeriu në këtë botë thotë, jo, se kam bërë, e fshe, e manipulon, e tjerë. Atë ditë nuk ka të tilla marifete. Dhe do t'i përmendet mëkatet e tjera dhe në momentin që ky njeri mendon se tani është i shkatëruar, i përmendet mëkatet, gjunat njëri pas tjetrit. Dhe pret që ta marrin me lajke dhe ta hudhin në zjarrin e xhehenemit. Por i gjithëmëshirshmi ka tjetër plan për të. I thotë robit të tij, ti fsheha në dynja dhe ti fal ato sot. Ti fsheha në dynja dhe ti fal ato sot. Dhe i jepet regjistri apo libri ku janë shënuar vetëm veprat e tij të mira dhe me to shpëton. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Kjo është dita për të cilën çdo njeri duhet të përgatitet mirë për ata që e hodhën pas krahëve dhe e dërguan këtë ditë, kujtimin e kësaj dite në harresën e tyre dhe privuan veten nga falja dhe mëshira të gjithë mëshirshmit edhe shpërblimi i Zotit bujar me hyrjen në xhenetin e përjetshëm. Dhe lumë për ata besimtar që ja kujtuan vetveteve të tyre këtë ditë, paraqitjen para Zotit, përmendjen e veprave apo fjalëve, çastet e jetës së tij, ju frikësuan llogarisë dhe paraqitjes së Zotit të tyre, e frenuan dhe u vetë përmbajtën nga mëkatet, i realizuan obligimet që Zoti u kërkoi dhe u ngarkoi dhe do të jenë të ndriturit, faqebardhët, të shpëtuarit, të shpërblyerit në atë ditë. Në atë ditë ku një pjesë e madhe e njerëzve do të jetë e tmerruar, e ka kapur paniku, frika e madhe, sytë të shtangur, zemra të tronditura që kanë arritur deri në fyt, nga frika. Atë ditë për besimtarët do të jetë një ditë e shkurtër, një ditë e qetë, me qetësinë që do t'u jap atyre në zemra Allahu i lartësuar, i cili e shpërblen veprën e veprëmirit me të mira, edhe atë të vepërkeqit me atë të keqe që ai meritoi. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura. Atë ditë çdo njeriu i kemi dhënë librin, regjistrin, fletushkën e veprave të tij, e ka në qafën e tij. Edhe do t'i thuhet iqra kitabek, lexoje vetë këtë libër tëndin. Kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba, mjafton që sot edhe ti vetë je llogaritës i veprës, i fjalës tënde. Prandaj përgatitu për atë ditë. Sado e largët mund të duket, sado vetja mund të na mashtrojë kakro, askush nuk ka garanci sa do të jetoj. Por edhe nëse jeton gjatë, sa do të jetosh? 100, 200, më shumë nuk shkon me kohën e sotme. A do të vijë ajo ditë? A do ta përjetosh atë çast? Afër është. Elusim Allahun e lartësuar ta forcojë imanin në zemrat tona. Na ruaj neve nga çdo fjalë dhe nga çdo vepër që bëhet shkak për dënimin ton dhe largimin nga mëshirat e gjithë mëshirshmit. Elusim Allahun e madhëruar të na japi sukses në fjalët dhe veprat e mira. Na lehtësoj neve zbatimin e Islamit, përqendrimin në të. Elusim Allahun e madhëruar të na bëjë neve prej banorëve të xhenetit. Na lehtësoj llogarinë në ditën e gjykimit. Ta rëndoj peshorën e veprave tona të mira. Të jemi për atyre që do të jenë në hijen e arshit të tij, jo ditë në të cilën nuk ka hije tjetër përveç saj. Të jemi për atyre të cilët do të kalojnë me shpejtësi të rrufeshme mbi urën e Siratit. Të jemi për atyre me të cilët Zoti i tyre është i kënaqur dhe do t'i shpërblejë dhe do t'i mëshirojë dhe jo për pjesës tjetër të kundërt me ta. Elusim Allahun e madhëruar që t'i fali dhe t'i mëshirojë të gjithë muslimanët e gjallët dhe të vdekurit prej tyre. T'i shërojë të sëmurët tanë, t'i ndihmojë të shtypurit tanë,
t'i furnizoj të varfrit tanë. E lusim Allahun e madhëruar t'i udhëzoj familjet dhe familjarët tanë, t'a ruaj dhe t'a mbrojë këtë vend të gjithë vendet e muslimanëve, t'i japi këtij vendi drejtues, udhëheqës, besimtar që i frikësohen Zotit të tyre dhe duan dhe mëshirojnë popullin e tyre. E lusim Allahun e madhëruar të plot pushtetshëm që ta rrëzoj pushtetin e zullumqarve, të keqen t'u arktheje atyre dhe mos u dhënt atyre pushtet mbi ne qoftë edhe një ditë. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema salejta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa aqimus salah. Dhe të thirrët i kameti.